Gruaja në kineman shqiptare, gjatë dhe pas komunizmit, është tema e botimit më të ri që vjen për ardashësit shqiptare, sjell ka kineaste e re Malta Lika. Ky botim është bërë i mundur me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit. Jemi sot në këtë intervistë me Maltën dhe jemi shumë të kënaqur që do zhvillojmë këtë bisedë së bashku. Shumë faleminderit për ftesën, gjithashtu një kënaqësi edhe për mua. Dhe cili është këndvështrimi dhe portretizimi që ke parë për ty periudha, pra gjatë edhe pas komunizmit lidhur me femrën edhe gruan shqiptare në kinematografi? Ajo çfarë unë vura re, pasi normalisht ishte edhe pak e vështirë, domethënë për të gjetur të gjitha materialet që mua më duheshin për ta studiuar më mirë këtë temë. Pata fatin që te Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit dyert më hapën menjëherë kur unë kërkova dhe shpreha interesin dhe më ofruan të gjitha materialet e tyre arkivore, fototek, kinotek, librat që ata kanë. Dhe aty vura re ndryshimin e këtyre dy konteksteve, pasi në periudhën komuniste neve flasim për një grua e cila duhet të portretizohej si grua e re socialiste, pra siç ishte ideologjia e kërkuar. Dhe kjo grua mbante disa role të shumta për gjatë filmave, role në të cilat ajo shfaqe e barabartë me burrin, pasi dhe ndër objektivat e qeverisë së kohës ishte dhe emancipimi i gruas dhe barazia gjinore. Pavarësisht se duhet thënë që ky emancipim dhe kjo barazi gjinore normalisht ishte në ideologjinë, në teorinë marksiste-leniniste dhe mësimet e Engelsit që ishin bloku komunist që i ndoqi këto mësime, po ashtu edhe Shqipëria. Intereson dhe pjesa e prapaskena, pra realizimi, konkretisht finalizimi i projektit. Ne sot ndodhemi tek Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, siç edhe mund ta dalloni edhe nga posterat e filmave apo fotot të kinemave të mëparshme, kështu që ti e përmende që i ke pasur një nga mbështetësit edhe ata që realisht kanë të gjithë bazën materiale arkivore për ta realizuar edhe ti këtë botim. Si ka qenë si eksperiencë, bashkëpunëtorët që ke patur, mbështetësit e tu? Të jem e sinqert, fillimisht e mora si hap, aplikova për kërkesë për financim kur Ministria e Kulturës hapi thirrjen, por nuk është se kisha shumë shpresa. Dhe kur fitova pastaj u shpall një ndër fituesit, kuptova që edhe për ministrinë është diçka që ata e vlerësojnë këtë tematikë dhe e vlerësojnë brezin e ri dhe ditë të them që mua kjo gjë më ka motivuar dhe kjo ndihmë nga këto dy institucione si nga ministria si nga arkivi tregojnë që ata besojnë te ky brez i ri dhe besojnë në vlerat që arti jon ka. Kështu që për mua ka qenë shumë e rëndësishme dhe më ka motivuar.